pa mundësi. Po pra. Por mund të tërhiqej, kishte mundësi të tërhiqej. Nëse do sikletoste, fakti që Ti bënte thua që kështu do ishte tërhiqeshe. dashuri. Mendoj se do të rrigjej njëri. Unë guys kam shumë ftohtë të bëj ty jashtë. Po thanë. Edhe mbaroj. Okej, e mbarojmë shpejt edhe pastaj Po thuaj se duhet të mbaroj. heqim tualetën. Po thuaj se mbaroj. Mbaron përballja e parë në këtë formë na vën edhe në 2 përballje të tjera më në një si përfundim. Dhe ishte xhiruar diplomimi im. Zotëria vjen në diplomimin tim. Eugene, ndiz mikrofonin. Ama ju gjëmatën, s'kena kohë. Zotëria vjen në diplomimin tim, por vjen i shoqëruar nga një person që ky i thot shoferi im, nejse. Dhe erdha unë me shoferin tim, lulet i mbante shoferi, lulet mi dha shoferi i tij, e njëja, se e kisha rastis të takoja. Po. Dhe ne nuk flisnim më, pra 3 javë ne nuk ishim kontakt me njëri tjetrin. Vjen në diplomimin tim. Kjo gjë e xhiruar, komentohet edhe në studio. Vjen në diplomimin tim. Ua, kam 3 orë që del në kamera kështu. Urime, më bëj shumë qefi që arrite sukseset e tua, etj, kaq domethënë. Faleminderit i them unë. Mi jep lulet, pra ikën, mi jep urimet, mi jep lulet shoferi. Stelin thot, edhe unë nuk e kuptova kush mi dha lulet, e kam thënë këtë gjë në studio, nuk e kuptoj tash lulet mi dha Kesi apo mi dha. Dhe vjen një moment, më thot mua, a mund të takoj pak familjen tënde? Motrën time e kisha takuar dhe jashtë. A mund të takoj pak familjen tënde? Vjen me taku familjen time. Për herë të parë? Mamin për herë të parë, kurse motrën e kishte takuar disa herë. Vjen me taku motrën time dhe i thot, se ka mikrofon. Kjo gjëja del. Unë nuk e dija këtë gjë. Yes. Dhe kur komentohet në studio, gjithë gjërat unë i them që na vën prap në përballje. Më pyesin si ndihesh që erdhi në diplomim dhe i them e kam kërkuar Kesi që të vinte në diplomim. Kur ne ishim në rregull, kur ishim, unë i kam thënë, është viti diplomimit dhe doja shumë që të ishe pjesë e tij, dhe e kam menduar kur ne ishim të zënë që ai nuk do ishte pjesa e atij diplomimit, ishte surprizë, fati deshi tash që të ishte, kënaqësi, më bëhet shumë qefi. Si ndihesh këto pyetjet, si ndihesh tani ande këtej? Unë di të themi thash që nuk flisnë prej 3 javësh, po vazhdoj ta përsëris. Di të themi thash që përputhen ka qenë më e bukur me Kesin. Dhe unë në këtë moment i filloi dhe po qaja.